Këshilla ime është ajo cilën ka thënë Zoti dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam që të kemi një harmoni mes vete, të jemi në paqen mes vete, të kemi dashuri mes vete, të respektojmë dhe të nderojmë tjetrin dhe duke respektuar dhe nderoj tjetrin, respektojmë dhe nderojmë vetveten në familjen tonë. Pra, krejt qëllimi siç fillon fillim dhe po përfundoj me ato që Zoti ka thënë, të jeni të sjellshëm, të jeni të moralshëm, të jeni me edukat dhe ahlak të mirë, po me moral të mirë. Pra, dhe kjo është mesazhi kryesor edhe i Ramazanit. Nuk është veç siç them mos me hangër dhe me pi, pra agjerim që do thot me heq dorë nga haja dhe pija, por agjerim do thot që të kesh moral mirë, të kesh etik të mirë dhe të kesh sjellje të mirë në familje, me shoqërinë ku jep, sepse ne jemi të gjithë këto njerëz dhe dojmë të respektojmë dhe ndërrojmë tjetrin. Inshallah Zoti xhelle xhelaluhu ne pranon duat tona, lutjet tona, ibadet tona që do t'i bëjmë gjatë muajit të madhëshëm të Ramazanit. Allahu na ndihmoft, Allahu na ruaj prej çdo taksirati, Allahu na dhash të mirën këtë botë dhe botën tjetër. Allahu inshallah e ruan rinin ton, e ruan policin, shtetin ton, ushtrinë ton. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.